إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pasi që javën e kaluar nuk patëm mundësi të marrim të mbajmë mësimin, e vazhdojmë në këtë javë dhe tani kemi hadithet që janë të lidhura me abdestin, nga se abdesti është pjesa e namazit dhe pa abdest nuk ka namaz. Edhe sa i përket fjalës abdest, është në gjuhën arabe abdestit i thonë wudu. Ndërsa fjala abdest tani ka ardhur nga gjuha persiane, nga siç janë edhe shumë terminologji tjera fetare tani, për shembull namazi është fjalë persiane, po ashtu nga se arabisht namaz i thënë salat. Edhe vetë fjala musliman është shumë si muslim. Muslim është arabisht i thënë musliman, i thënë muslim. Në gjuhën persiane musliman do të thonë shumë musliman. Abdest do të thotë ujë dhe dorë. Kjo është e lidhur ajo. Si do qoftë nga gjuha persiane jenë futur në gjuhën shqipe këto fjalë. Abdesti, do të thonë kemi marrë, thotë pa abdest nuk ka namaz, pa abdest nuk ka namaz. Tani kemi hadithe të lidhura me punën e abdestit. E tash vllai unë Muslim do të filloj me hadithin e numër 54 me leximin e tij. Të fillojmë me leximin e hadithit dhe të komentojmë. Ibda ya Sheikh Muslim. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ترك الوضوء مما مست النار. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Tani thot Imam Maliku rahimullah përmend një pjesë të librit të kapitullit të tij mbi abdestin dhe thot lënia e abdestit për gjërat që kanë prek zjarri, nga se ka hadithet më të hershme që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar në fillim thotë që të mirët abdes nga ushqimi të cilin e ka prekur zjarri, nga ushqimi të cilin e ka prekur zjarri. Pastaj e ka ndaluar, e ka hequr ndalesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë nuk ka nevojë të mirët abdes nëse han ushqim të cilin e ka prekur zjarri, dhe ka mbetur marrja e abdestit prej ushqimeve që hahen vetëm nëse han mish deveje, se ka në hadith që për mishin nëse han mish deves duhet të marrësh abdes, dhe kjo është sipas një pjesë të ulemave, dhe kjo më di më saktë, Allah e di më së miri. Përndryshe ushqime të tjera s'ka nevojë të mirët abdes për shkak të një lloj ushqimi. Këto e filloi hadithin me hadithin e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhuma, djalit të xhaxhait të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe tërgjuman al-Quran, përkthyesi të Kuranit, ai që e ka komentuar Kuranin në mënyrë më të mirë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ngrënë shpatullën e deles, ka ngrënë shpatull deleje dhe nuk ka marrë abdes. Është falur pastaj dhe nuk ka marrë abdes. Është falur dhe nuk ka marrë, ka ngrënë mishin në shpatullës, edhe mishi kuptohet është i pjekur në zjarr. Dhe
dhe nuk është falur dhe nuk e ka marrë abdes, nuk e ka konsideruar që ka prish abdesin me ngrënien e mishit që e ka prek zjarri. كمل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. Tani hadithi tjetër është hadithi i Suaid ibn Numan radhiyallahu anhu se ka dalë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam vitin e Khajberit, vitin 6 sipas hijretit, kur është liru Khajberi dhe kdes ka ardhur në një vend që quhet Sahba, që është një vend afër Khajberit. Dhe aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ka zbrit dhe ka fal ikindin sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot ka thirrur dhe i ka thirrur muslimanët secili të sjell ushqimet që i ka pas me vete, të sjellin ushqimet që kanë me vete, thot. Dhe nuk kanë sjellur asgjë tjetër përveç një sewiq. Sewiq arabisht i thonë thot farave ose drithit të skuqur, drith i skuqur, drith i pjekur në zjarr i skuqt. Edhe ai përdoret nëse drithi, thot për shembull drithi që është mirët nga elbi apo nga gruri, drithi i elbit apo grurit, kokrat, dhe nëse ato skuqen edhe mbën të pjekur ashtu, mund të qëndrojnë një kohë të gjatë, mund përdoren për udhëtime të gjata në rrugë. Dhe thot e kanë sjell atë sewiqin dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot ka urdhëruar dhe i kanë shtu ujë, do thot i kanë shtu ujë atij dhe është bërë sikur një lloj përsheshi, dhe kanë ngrënë thot Rasulullah sallallahu alajhi wasallam dhe kemi ngrënë ne. Pastaj thot ngrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të fal akshamin dhe vetëm e ka shpërlar gojën, thotë ne kemi shpërlar gojën dhe është falur e nuk ka marrë abdes. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ngrënë këto drithrat, farat e drithit të cilat kanë qenë të skuqura në zjarr dhe nuk e ka konsideruar se ka prish abdesin Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Në hadith po ashtu është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë sahabit të sjellin ushqimet që i kanë pas me vete, Kjo nga se ka pas këtë sahabit që kanë marrë ushqime me vete, ka qenë udhëtim i lartë, ndoshta janë harxhu ushqimet, janë harxhu gjërat që i kanë pas me vete për ushqimeve. Kështu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në formë të bashkëpunimit mes muslimanëve ka urdhëruar që të tubohen të gjitha me një vend, dhe pastaj kanë pas pak, s'kan pas gjë tjetër, përveç këtyre kokrave dhe drithrave, dhe ato i kanë përdorur për të ngrënë. Allahu i bëft rahmet, Allahu e shpërblet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët e tij për punën që kanë bërë për shpërhapjen e fesë Allahut subhanahu wa taala dhe për mundin që kanë pas në këtë rrugë, dhe Allahu subhanahu wa taala padyshim se do të shpërblej ata të gjithë për atë që kanë bërë për neve, që ne sot e jemi musliman, që ne sot ta bëjmë ibadet Allahun subhanahu wa taala në mënyrë më të mirë. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن محمد بن المنذكر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. أكمل. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني وعن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. أكمل. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار. أكمل. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. أكمل.
عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. بارك الله فيك. Tani Abdullah, tani Maliki rahimahullah, po sjell transmetime nga mauqufe, do thotë transmetime që janë veprime të sahabive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe sjell transmetime nga Umar radhiyallahu an, nga Uthmani radhiyallahu ta'ala an, nga Aliu radhiyallahu ta'ala an, nga Abdullah ibn Abbasi, nga Amir ibn Rabi'a, nga Abu Bakr as-Siddiq, do thotë sahabit më të mëdhenj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se të gjithë këta kanë ngrënë ose dikush ka ngrënë te ta ushqim që ka qenë i pjekur në zjarr, mish apo diçka tjetër, dhe nuk e kanë prish abdesin, dhe nuk e kanë prish abdesin, nuk e kanë konsideruar se kanë prish abdesin dhe janë falë me të. Këto transmetime janë që ata nuk e kanë konsideruar të prishur abdesin nëse hajnë ushqim që e ka prekur zjarri. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن محمد بن المنذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. Tani e transmeton një hadith tjetër nga Muhammed al-Munkadir. Muhammed al-Munkadir është një nga tabiinët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është nga tabiinët dhe nuk është prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky po transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është mursal, do të nuk është përmend sahabiu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ka ardhur në hadithe transmetime tjera të Abu Daudi sa që është përmend ai lidhja mes Muhammed ibn Munkadirit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur për ushqim të ushqim, thotë edhe i është ofruar buk dhe mish dhe ka ngrënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thotë ka marrë abdes, pastaj thotë është fal. Pastaj thotë i kanë sjell prap nga ai ushqim, nga çka ka mbetur nga ai ushqim pasi që është falur. Thotë pastaj ka ngrënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj është falur e nuk ka marrë abdes. Në fillim ka marrë abdes, pastaj prap ka ngrënë nga çka ka mbetur nga ai ushqim dhe nuk ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu. أحسن الله إليكم. عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري. عقبة. أحسن الله إليكم. عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم. Tani tregon një transmetim tjetër nga sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga tregon se Abdulrahman ibn Zaid al-Ansari se Anas ibn Malik, Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, ka ardhur nga Iraku, ka qenë në Irak dhe është kthyer nga Iraku. Dhe është futur taj Abu Talha dhe Ubej ibn Ka'b, dy prej shokëve të pejgamberit që kanë qenë prej ansarëve. Dhe ai thotë atyre i ka ofruar ushqim që ka qenë i pjekur në zjarr. Dhe të gjithë kanë ngrënë nga ai ushqim. Pastaj thotë Enesi është ngritur dhe ka marrë abdes. E atëherë Abu Talha dhe Ubej ibn Ka'bi i kanë thënë Anis ibn Malikit, ka thënë ke bërë diçka irakiane, ke bërë një gjë irakiane. Atëherë thotë Enesi ka thënë, mirë unë mos ta kisha bërë. Ndërsa Abu Talha dhe Ubej ibn Ka'bi janë ngritur dhe janë falur dhe kanë marrë abdes. Këta i kanë thënë këtij, a ke bërë një gjë irakiane? Thotë ke qenë në Irak edhe ke sjell diçka tre që nuk është në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ke sjell një gjë që nuk dihet në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam.
Ka bërë diçka të re, thotë I kanë thënë kështu Enesit radhiyallahu ta'ala an. Enesi prap thotë ka pas atë mendim, mirë, po thotë mirë, thotë më mirë mos e kisha bërë këtë punë, ngase nuk ka pas bazë nga veprimi I pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akmil barakallahu fik. الله إليكم. باب جامع الوضوء. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم 3 أحجار؟ Tani transmeton Imam Maliku rahimahullah përmend thotë Jami' al-Wudu, thotë kaptin ose një kapitull që ka të bëjë me gjërat e përgjithshme të lidhura me abdestin, të lidhura me abdestin. Dhe ky do thotë transmetim, ky transmetim në këtë hadith nuk është komplet, nga se nuk është mursal. Ndërsa ka në transmetime të tjera të Abu Dawudit që është lidhur ky hadith. Sidoqoftë, në hadith është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Urwa ibn Zubair thotë tregon se pejgamberi Urwa nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është pyetur për istitabe. Istitabe është pastrimi mas nevojës së madhe. Pastrimi mas nevojës së madhe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a nuk gjen dikush nga ju tregur? A nuk gjen dikush nga ju tregur? Thotë që tregon që pastrimi nga nevoja e madhe bëhet edhe me gur, dhe së paku duhet të jenë tregur që të pastrohet njeriu me ta. Nëse nuk ka ujë, nuk ka gjëra tjera, mjafton edhe vetëm me gur të pastrohet njeriu, dhe nuk bën që muslimani mos të pastrohet nga nevoja, qoftë e vogël, qoftë e madhe, me gur. Duhet të pastrohet me gur, nëse s'ke bën pastrohet edhe me ujë, po nëse bën më së miri është të pastrohet me gur dhe me ujë. Në këtë kohën tonë, kur nuk ka, kur thotë nuk përdor gur, mund të përdorësh faculeta, letra të banjos, e pastron veten me letra të banjos, pastaj me ujë, apo vetëm me letra, apo vetëm me ujë. Mirë, po më plot është të bëhen të dyjat bashkë. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة وفي خيل دهم بهم أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة نعم في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال، وناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. لا إله إلا الله. الله المستعان. Tani e tregon një hadith që është nga hadithi Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala an. Dhe hadithi është po ashtu në Bukharin, Sahih Bukhariut, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka shkuar te Varrezat. Dhe ka thonë: Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Assalamu alaikum, shtëpi vend qëndrim I popullit besimtar. Wa inna inshallah bikum lahiqun. Edhe ne inshallah do të vim te ju prap. Inshallah pejgamberi sallallahu këto ka thënë që e para jo të thuat si një lloj të varet, të thotë, ose kjo thotë që ndoshta do ndodhë kjo puna, apo jo, inshallah gjithsesi Allah do të dojë që ne të vim te ju në varre. Apo qëllimi tjetër është që inshallah Allah na bën që të vim te varret e juaja.
ku jeni ju të varrosur këtu në Medinë, jo dikun tjetër, mos e varrosemi dikun tjetër, kështu është qëllimi. Allah din më së miri. Kryesore thotë, "Wa inna inshallah bihum lahiqun, wadidtu anni qad ra'aytu ikhwanana." Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kisha dëshirë thotë ti kisha pa vëllezërit e mi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas këtë dëshirë, ka thënë, kisha pas dëshirë, kisha pas qef ti shihja vëllezërit tanë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ja Rasulullah, lesna bi ikhwanik, thot, o Rasulullah, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? A nuk jemi ne vëllezërit e tu? A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, bel antum ashabi, përkundrazi ka thënë, ju jeni shokët e mi, sahabit e mi, ju jeni sahabit e mi. Thot, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Ndërsa vëllezërit tanë janë ata të cilët nuk kanë ardhur akoma. Wa ana faratuhum ala al-hawd. Edhe unë jam ai që i pres në haud. Qëllimi i vëllezërit e ka pas për neve. Ne që nuk e kemi pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi vëllezërit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, vllaznia e tij sallallahu alaihi wasallam, pasuesit e tij, të cilët e kemi besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e kemi pa sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutim Allah subhanahu wa taala ta forcojë në fenë e tij dhe në sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. E unë thot do t'i pres ata në haud. Haudi është ventubimi i ujit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është vendledhja e ujit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të çndrojë ato dhe të na jap ujë të pimë prej atij. Thot فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ I ka thonë, ja Rasulullah, si do t'i njohësh ata të cilët vinë prej umetit tim pas teje? Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a keni pa thot po të kishte një njeri, thot, po të kishte dikush thot kuaj që janë me shenjë të bardhë në ballë dhe shenjë të bardhë në këmbët dhe në duart e tyre. Këmbët dhe duart e tyre, se kafshët edhe nëse janë me 4 këmbë, te arabët quhet që kanë këmbë dhe duar. Këmbët i kanë përpara, duart i kanë mbrapa. Ashtu janë kafshët me 4 këmbë, te arabët ashtu quhet. Dhe me pas thot në pjesën e poshtme të këmbëve shenjë të bardhë. Edhe e thot, e nëse ka thot kuaj të tillë, edhe kuaj që janë një ngjyrë zi komplet, thot, ai dallon? Gjithsesi i dallon. Thot, i kanë thënë po, gjithsesi dallosh e rasul. Thot, fa innahum ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min al-wudu. Thot, e ata thot, shok vëllezërit e mi, thot, do të vinë ditën e kiametit me shenjë në ballë dhe shenjë në këmbë nga abdesti. Se abdestin t'je merr në trup në ballë e lan. Thot, edhe këmbët dhe duart i lan. E ditën e kiametit, besimtarët, vëllezërit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të vinë me shenja të abdestit. Do të vrehen me shenja të abdestit, siç vrehet kali që ka shenjë në ballë dhe shenjë këmbë dhe në dorë. Ashtu vrehet. Në njëjtën mënyrë thot do të vrehen edhe besimtarët ditën e kiametit. Thot, edhe unë jam ai që i pres thot te haudi, thot, prandaj thot keni kujdes që askush mos të largohet nga haudi im. Ashtu siç largohet thot një deve e humbur që ka humb udhën, largohet, nuk lihet, nuk i jepet leje të afrohet të pi ujë aty. Thot, unë i thras, e them hajde, pse s'po vini? Atëherë thua thot, innahum qad baddalu ba'dak. Ata thot, kanë ndryshuar pas teje. Unë thëm, suhqa. Thot, larg qofshin. Çka? Kanë ndryshuar fenë Allahut. Kanë sjell bidate në fenë Allahut subhanahu wa taala. Kanë sjell gjëra që nuk janë nga feja Allahut subhanahu wa taala. Bidatet bëhen shkak që njeriu të largohet nga haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse mund të jetë person që ka pas abdes, që ka fal namaz dhe është mundu, mirë po, është mundu në batil, në
në të kotën, në ka bërë bidatën fetë Allahu subhanahu wa taala. E pas është bidatën më të rrezikshme, siç është bidati i khurugjit bërës qafirët muslimanëve, apo bidati i xhawarizhve, që i xhawarizhve thotë, apo bidati i rafidhive, apo bidati i murxhieve, apo bidati i qaderive, bidate të ndryshme që kanë hyrë në fetë Allahu subhanahu wa taala, që s'kan bazë nga feja Allahu subhanahu wa taala. Për ta pejgamberi thotë, kur të dëgjoj se kanë ndryshuar fenë Allahu subhanahu wa taala, nuk janë mbajt fesë që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë pejgamberi thotë suhqa, larg qofshin, thotë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ai distancohet nga ai besimtar që bën bidatën në fetë Allahu subhanahu wa taala. Pse kjo? Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që ka mbajt hutbë, sa që ka mbajt një fjalim, ka urdhëruar edhe ka urdhëruar që të pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasojmë sunetin e tij. Ka thënë o yakum muhdathatil umur, thotë keni kujdes nga gjërat e reja në fetë Allahu subhanahu wa taala, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, nga se çdo risi është bidat. O kulla bid'atin dalala, o kulla dalalatin fi an-nar. Dhe çdo bidat është humbje, dalalet, dhe çdo dalalet humbje është në zjarr, në xhehenem. Përfundimin e ka në xhehenem. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka të rrijë vërtetën. Na ka të rrijë vërtetën, prandaj ne duhet të qëndrojmë fort në fetë Allahu subhanahu wa taala, që mos na thuhet ditën e kiametit, largohuni. Ju keni ndryshuar, keni ndryshuar fenë Allahu subhanahu wa taala, keni sjell gjëra të reja në fetë Allahu subhanahu wa taala. Allah forcof derisa të takojmë Allahu subhanahu wa taala dhe të jemi në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Akmil ya sheikh. أحسن الله عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. عن يحيى عن مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. Tani e transmeton hadithin nga Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman ibn Affan, khalifa I tretë I besimtarëve mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se Uthmani thotë është ul në një vend rreth xhamis dhe ka ardhur muezini dhe I ka treguar se është afruar koha e ikindis. Do të është afruar koha e ikindis, të afruar koha e ikindis dhe I ka treguar se të bëhet gati. Atëherë thot, ai ka urdhëruar ka thirr ti sjellet ujë të marr abdes. Thot edhe I ka thënë wallahi, do t'ju tregoj një hadith që po të mos ishte në librin e Allahut subhanahu wa taala nuk do t'ju tregoja. Pastaj thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë nuk ndodh thot që një njeri të marr abdes mirë, pastaj të falet, përveç se Allahu subhanahu wa taala do t'ia fal çka ka mes tij dhe namazit të tjetër, derisa ta falet. Thot, nëse ti merr abdes, nëse ti jam merr abdes dhe e merr abdesin në mënyrë të mirë, thot Allahu subhanahu wa taala do ta fal, do t'i fal ty gjunat që mes teje dhe namazit tjetër, derisa ta falësh namazin, derisa ta falësh namazin tjetër. Atëherë Yahya ka thënë se Maliku rahimahullah ka besuar se hadithi ajeti të cilën e ka pasur për qëllim Uthmani radhiyallahu anhu, për ajetin surën Hud ku ka thënë falë namazin në dy anët e ditës, në dy skajt e ditës dhe natën, në fillim të natës, vërtet thotë të mirat I shlyjnë të këqijat. Të mirat I shlyjnë të këqijat. Të mirat I shlyjnë të këqijat. Thotë kjo është kujtim për ata të cilët përkujtim, për ata të cilët e dojnë përkujtimin. Vërtet të mirat I shlyjnë të këqijat. Të mirat I shlyjnë të këqijat, edhe pse ky ajet në vetvete ka ardhur për një rast tjetër për cilin do të flasim tjetër herë inshallah. Kjo është ajet shumë e rëndësishme. Mirë, si do të qoftë,
edhe kjo është prej shkaqeve thotë që të shlyhen gjunaat me punë të mira. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. Tani është një hadith tjetër nga Abdullah ibn as-Sunabihi radhiyallahu ta'ala an, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur besimtari, robi besimtar të marr abdes, edhe kur të fut ujë në gojë, bën kështu ujë në gojë, thotë i dalin thotë gjunohet nga goja. Kur të fut ujë në hund, i dalin thot gjunohet nga hunda. Kur të fut ujin në hund edhe nxjerr, kur të nxjerrsh ujin nga hunda, atëherë të dalin gjunohet nga hunda. Thot e kur të lan fytyrën, thot i dalin gjunohet nga fytyra. Thot derisa thot i dalin gjunohet edhe nga çerpikët e synit, në vendin ku dalin çerpikët e synit prej atujit. E kur ti lan duart, i dalin thot gjunohet nga dy duart e tij. Bile thot i dalin gjunohet edhe prej poshtë thonjeve të tij, prej poshtë nën thonjet e tij. E kur ta bën mesh kokën, përshkruan kokën, thot i dalin gjunohet nga koka, derisa t'i dalin nga veshët, t'i dalin nga dy veshët e tij. Kur ti lan dy këmbët e tij, thot i dalin gjunohet nga dy këmbët e tij. Derisa thot i dalin gjunohet bile edhe nga poshtë thonjet e këmbëve të tij. Thot e pastaj thot nëse ecë në xhami thot, edhe falet në xhami thot, do të ketë këtë edhe si ekstra, si plus edhe më shumë në faljet e gjunoheve dhe në ngritjet e drejtave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر بطشت. أحسن الله. خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Allahu akbar. Ky është hadithi tjetër që është hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, është hadith poshtë që është në hadith sahih në Sahih Muslimit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur robi besimtar, kur robi musliman ose besimtar merr abdestat edhe e lan fytyrën, thot i dalin thot nga fytyra e tij çdo gjëna me cilin ka shiku me sytë e tij, thot nga çdo gjëna që ka shyer me sytë e tij, thot i dalin thot me pikën e fundit me ujë që ka thot me dalin thot gjënat që i ka bën me sytë e tij, me dy sytë e tij që ka shikuar me sytë e tij, i dalin me ujë ose me pikën e fundit të ujit. Thot e kur ti lan duart, thot dy duart e tij, thot i dalin nga çdo prej durve të tij çdo gjëna që kanë bër dy duart e tij, ose me pikën e fundit dhe të ujit. Thot derisa ashtu thot që del thot
i pastër nga gjunohat, i pastër nga gjunohat. Kjo është thot prej shkaqeve që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë për këtë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka bërë shumë shkaqe që t'i falen gjunohat këtij umeti. T'i falen gjunohat këtij umeti. E prej shkaqeve të mëdha edhe të shumta që Allahu subhanahu wa taala bën të falen gjunohat është edhe marrja e abdesit. Marrja e abdesit dhe në mënyrë reale dalin gjunohat. Ne nuk i shohim, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ato dalin dhe me siguri se dalin. Me siguri se dalin dhe duhet të besojmë në atë siç na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, pse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Abdul mu'min apo abdul muslim", thotë robi musliman. Robi besimtar, ti je robi i Allahut. Robi dorëzuar Allahut subhanahu wa taala. E robi i dorëzuar, që është i dorëzuar Allahut subhanahu wa taala, që i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala, ai beson në gjërat që i vijnë nga Allahu dhe gjërat që i vijnë nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka dyshim në to. Akmel barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. الله أكبر، الله أكبر. Tani është hadithi i Anas ibn Malikit radhiyallahu ta'ala anhu, që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e kam parë thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe është afruar koha e ikindisë. Ka hyrë thotë koha e ikindisë. Thotë dhe njerëzit kanë kërkuar ujë për abdest dhe nuk kanë gjetur. Kanë kërkuar ujë për abdest dhe nuk kanë gjetur. Dhe thotë i është sjellur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ujë për abdest me një enë. Sa për me marr abdest pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo më shumë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e ka fut dorën e tij në atë enë. E ka fut dorën e tij në atë enë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë i ka urdhëruar njerëzit të vinë të marrin abdest, të vinë të marrin abdest. Dhe kanë ardhur thot njerëzit dhe kanë marrë abdest. Thot e kanë pa thot Enes radhiyallahu anhu, thot e kanë pa thot ujin të dal poshtë gudurve të gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të dal thot nga poshtë gishtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe njerëzit thot kanë marrë abdest. Të gjithë njerëzit kanë marrë abdest nga ai ujë që ka dalë nga gishtat e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E ka një hadith që kanë qenë numër i madh, i sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky ujë thot ka dalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është prej ajeteve të Allah subhanahu wa taala, prej argumenteve, prej mrekullive që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot uji ka dalë nga gishtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ushtri e plot ka marr ujë, nga marr abdest nga uji që ka dalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përshta kur dikush është pyet, cili është uji më i mirë? Kanë thënë uji i Zamzemit. Tjerë kanë thënë jo, uji më i mirë është uji që ka dalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E me të kanë marrë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë abdest, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول المجمر. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعه، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. Tani hadithi tjetër është hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhum, që ka në Buhari dhe në Muslim,
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush merr abdes, dhe e merr abdesin në mënyrën më të mirë. Do të plotson abdesin, e merr plot abdesin edhe nuk ngutet dhe e merr 3 nga 3 herë. Thot pastaj thot del thot me qëllim të shkojë në xhami. Thot edhe thot do të konsiderohet se është në namaz përderisa ka qëllim të shkuarjen në namaz. Thot ti nisesh nga shtëpia për me shku në xhami, llogaritet që je në namaz derisa të futesh në namaz. Thot edhe me një hap thot me një nga hapat e tij thot i llogaritet i ngrit shkruhet një emir dhe në hapin tjetër thot shlyhet një gjuna, i shlyhet një gjuna. Thot një hap e bën ngritet një sevap, hapin tjetër të shlyhet një gjuna për çdo hap që e bën deri në xhami. Thot edhe nëse dikush nga ju thot e dëgjon ikamet thot mos të nxitoj. Mos të nxitoj. S'ke nevojë të nxitosh nëse dëgjon ikamet, po ec normal, nuk nxiton, nuk bën të nxitosh për të shkuar në xhami. Hapa normal, edhe nëse ke dëgjuar ikametin. Dhe thot ai që ka njeriu që ka shpërblim më të madh thot ai që ka shtëpinë më së largu. Ai që ka shtëpinë më së largu. I ka thonë ja Abu Huraira, ka thonë ja Abu Huraira. Ka thonë pse o Abu Huraira, pse kështu? Ka thonë për shkak të hapave të shumt që i bën për në xhami. Për shkak të hapave të shumt që i bën për në xhami. Për këtë arsye kur Banu Selime kanë dashur t'i afrojnë shtëpiat te xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë thënë Bani Selime, thonë diyarakum tuktab atharukum. Thotë o Banu Selime ka thënë çndroni në vendet të shtëpive të juaja ku jeni thot, dhe do t'ju llogaritën, do t'ju shënohen gjurmët që i bëni për të ardhur në xhami. Kanë pas larg gjysmë ore apo më larg nga xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë nxitur që të çndrojnë në vendet e tyre për të arritur shpërblimin më të madh, për të pas hapa sa më shumë për të shkuar deri në xhami. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. Maliku tregon që Said al-Musayyab, ka qenë një nga tabiinat, është pyetur për wudu min al-gha'it, në atë të përdorjen e ujit mas nevojës së madhe. Dhe ka thënë ky ka thënë është abdesi i grave. Pastrim. E ka pas mendimin ai rahimahullah që nuk ka nevojë të lahet me ujë, po mjafton përdorimi i gurëve. Mjafton përdorimi i gurëve. Mirë po, kjo është në kundërshtim me atë që ka veprimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe lavdimin e Allahut subhanahu wa taala që ja ka bërë banorëve të Kubas, që kanë përdor edhe gur edhe ujë. Kanë përdor edhe gur edhe ujë në pastrim. Thotë, prandaj pastrimi më i plot për nevojës së madhe, edhe nevojës së vogël, është të përdoret edhe gurët edhe ujë. Në kohën tonë thotë përdoren letrat biologjike dhe përdoret po ashtu edhe uji. Mos të kjo është mënyra më e mirë. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. Kjo është hadithi i Ebu Huraira radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, që është hadith në Buhari dhe Muslim, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nëse qani pin në anën e donjerit nga ju, thotë le ta lanë 7 herë. Kjo është hadithi i vërtetë. Thotë nëse qani le pin, thotë edhe pin në anën tënde dhe ti e përdor atë anë, thotë për ta përdorur pastaj thotë duhet ta pastrosh atë 7 herë. Bile në transmetim tjetër ka plotësim që ka thënë la hunna biturab. Thotë herën e parë thotë ta lash me dhej, duhet ta lajsh me dhej. Thotë duhet me la me dhej. Pse? Sepse dheju i mbyt gjërat e dëmshme të cilat janë në jargët e qenit, që janë në jargët
e qenit i mbyt dheja. Dhe kështu bëhet në këtë mënyrë pastrimi i anës në të cilën ka ngrënë qeni. Ose ka lëpirë qeni në të. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Këtu Maliku po thot se ka arritur e ka mritur thot nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë istaqimu wa lan tuhsu. Thot qëndroni fort në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, në rrugën të drejtë të Allahut subhanahu wa taala. Wa lan tuhsu, thot edhe s'do të keni mundësi të përfshini krejt. S'do të keni mundësi thot të përmbaheni komplet fesa Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të bësh çdo gjë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Mirpo, çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribun", hadith tjetër ka thënë, mundoni ta çolloni mesin apo përreth ti, sigurisht kur gjuan dikush në cak me armë apo me shigjet apo diçka, mundo ta çollosh mesin. Nëse s'ke mundsi mesin, edhe përreth ti. Ashtu duhet të jetë edhe besimtari. Duhet mundohet tërkohën të jetë sa më i plot fetë Allah subhanahu wa taala, duhet ta ditë se për sosshmërinë nuk mund të arrijë askush. Dhe ti kapsh të gjitha gjërat e fesë, nuk mund ta bëj këtë punë askush. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë që dhe dijeni se puna më e mire juaj është namazi. Dhe nuk mund t'i rri abdesit, nuk mund të rri gati dikush abdesit përveç besimtarit. Të rri gati abdesit, të jetë me abdes, të kujdeset për abdes, përveç se besimtari askush tjetër s'mund të qëndroj. Ky hadith është prej belagateve të Imam Ahmed, thotë hadith që nuk Imam Maliku nuk i ka transmetuar, thotë nuk ka treguar nga kush e ka dëgjuar. Mirë po, ka i lidhur ka hadith e Ibn Majah, Ibn Hibbani, dhe hadithi është i vërtet. Hadithi është i vërtet nga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.